të dashur miq të Vila 24 dhe mirë se erdhët. Unë dhe Katerina jemi këtu për t'ju thënë mirëmëngjes pak më vonë se zakonisht, por e rëndësishme është që jemi me ju. Sigurisht do t'u themi mirëmëngjes dhe t'ju ftojmë këtu te këndi Joni Gatimit për t'treguar receta që do të përsillim për ato sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Fillimisht do të përgatisim një gjellë, sigurisht që është përsëritur dhe herë tjetër, por me një ngacmim pak ndryshe, do të bëjmë sot qofte, të cilat do t'i bëjmë me patate në formë. Mënyrën se si do ta bëjmë, do ta tregojmë me njëherë tani. Dhe për të përgatitur këtë recetë, çfarë do të na duhet? Do të na duhet mish i grirë, do të na duhet bukë, do të na duhet qep, domate, rigon, uthull, mustardë, piper, krip, vaj, limon. Pra këto janë përbërësit që do të duhet për përgatitur këtë recetë. Dhe është një recetë që gatuhet dhe është mirë që ta bëjmë sidomos kur mblidhemi të gjithë rrethyesës familjare, sepse është një gatim e nënave, duarve të nënës. Që shihon nga të gjithë, duhet thënë, patatet me qofte janë për të gjithë të preferuara. Për të gjitha moshat. Edhe fëmijët e duan, domethënë ne pëlqen këtë recetë, por dhe ne të rriturit sigurisht që e duam. Dhe mënyra se si do t'i bëj qoftet është ajo që do t'i sjelli të buta dhe jo të thata. Kjo është ideja dhe të tregojmë më njëherë mënyrën se si do të bëhet për të përfituar ato qoftet e buta. Receta tjetër është? Receta tjetër është, si them, një pite në tigan apo një picë, sepse do ngjasoj si edhe ajo pica, që do të bëhet me miell, me vezë, me qumësht, djathë, nëse keni ndonjë domate mund t'i hidhni. Do ta tregoj mënyrën se si bëhet më brapa. Dhe është një, si thua, edhe kjo një recetë shumë e mirë, e këndshme për të gjithë, sidomos për fëmijët, u pëlqen jashtëzakonisht shumë. Mund ta përdorni domethënë edhe për mëngjeset, edhe për darkat. Është një gatim i mirë. Këtu kemi një supë që do të bëhet me hikër. Hikra është një drisë që me thënë të drejtën ka shumë vlera ushqimore, është e lehtë për organizmin tonë, ndihmon në kolesterol, ndihmon për ata që kanë probleme me diabetin, pra është si thua një produkt i shëndetshëm. Unë do ta sjell me mish faktikisht, do ta bëj supë me mish viçi, juve mund ta bëni supë edhe vetëm me perime. Mund ta bëni akoma edhe një pilaf me perime. Mund ta bëni, domethënë ta zieni dhe ta bëni sallatra të ndryshme. Domethënë që ta sillni më dietike, nëse nuk doni të vendosni mish. Pra edhe kjo do tregojmë. Fillojmë neve fillimisht sepse dua që të fillojmë me punën e patateve dhe siç e shikoni tavën time është ajo që ju kam thënë dhe herë tjetër, nga që mua gjithmonë sa herë që e nxjerrim këto tavat këtu, na bënin këto pjesët me duke qenë se është e bardhë, është nga porcelani dhe ato ciklohen. Ja, i vendos këtë nga pjesa, domethënë që nuk ka, domethënë, shkëlqim, nga pjesa e brendshme, që ta kem, domethënë, që të më ndihmoj që mos më bëhen këto anët e tavës pisë. Tani këtu filloj me njëherë, nëse do të bëhet ose ta derdhim këtë ujin e patates dhe filloj që të bëjmë përgatitjen e patates. Pra jemi tek receta e parë, të cilën do ta lexojmë tani së bashku në ekran, po bëjmë 3 receta. Sot mund t'i shfaqim sipas radhës dhe sipas dëshirës, meqense të gjitha do të shfaqen edhe do të lexohen dhe do të gatuhen këtu. Qofte të buta me patate në furrësh. Kjo receta e parë që kemi nisur, e cila do 1 kilogram mish, pra mish të grirë, 2 qep, 2 domate, 2 feta bukë, 1 lug uthull, 2 lug vaj, 1 lug rigon, krip, piper, 1 kilogram patate, 1 lug mustard, 1 lug rigon, 1 limon, krip, piper dhe ujë. Një recetë që shijon nga të gjithë. Pite me djathë në tigan për 5 minuta. Me këto përbërës, 1.5 filxhan miell, 1.5 filxhani me miell, gjithashtu 1/2 filxhani me qumësht, 1 vezë, 1 lug pluhur pjekës, 200 gram djathë pice dhe 4 lug vaj. Kjo është receta e piteve që do të realizojmë sot, ndërsa një stupë me hikër shumë e shëndetshme do të përgatitet në këndin ton të gatimit me 500 gram mish viçi, me 1/2 e filxhanit me hikër, 1 qep, 1 karot, 1 patate, 1 gjethe dafine, 1 deg selinoz e majdanoz, vaj, kripe dhe piper. Pra të plota këto janë recetat, do t'i rikthejmë përsëri në një moment të dytë, po ndërkohë Kati ka nisur punën e recetës së patateve me qofte. Dhe çfarë po bëjmë? Në fillim fare kemi hedhur mustardën, kemi hedhur lëngun e limonit, vaj dhe e bëjmë një përzierje. Duke shtuar këtu më mbrapa piper, edhe krip, edhe rigon. Pra këto janë këto, ta marrim që mos të hedhim piper, rigon. Pra do të bëjmë një marinim, kështu? Po, edhe krip.
Këto janë që do të përdorim Do t'i fillimisht. vendosim përpara patatet apo do bëjmë dhe Do qoftet? vendosim patatet përpara dhe pastaj do përgatisim Pra, fura na qoftet. duhet e ngrohtë ndezur. dhe e kemi tashmë të ndezur, gjysmë gati, që kur të vendosim patatet të fillojmë me një herë gatimi i tyre. Pak ujë këtu. Do ta përzim dhe do ta hedhim këtu duke mbajtur pak nga kjo salsa që të hedh pak në momentin e fundit që do të vendosim qoftet. Tani këtë masën e përgatitur e hedhim. Pak do të mbaj këtu. Okej. Një përzierje. Po, Më thënë që ti hapim pak këto. për të depërtuar gjithë lëngu dhe sasia që Do t'i hedhim lëngë, do me thënë, ose lëng mishi, lëng perimi, andon gjëd tjetër çfarë doni ju, deri si thuash jo mbi patatet, në mas të patateve. Okej. Dhe kështu si që kemi, duke lagur një letër guzhine, do t'i vendosim në furrë. Tani këto duan kohë në furrë, të paktën një 40 minutë, ndoshta edhe më shumë. Do t'i shikoni në Do të shikojmë 200 edhe ne gradë kur të vi momenti në dhe i pjesën e vendosni dytë. për të pjekur në furrë. 200 gradë, e duan temperaturën e duan pak të temperaturën e lartë, lartë. shkojmë në furrë dhe vendosim patatet, të cilat e treguam se si kemi përgatitur. Danila, si të të lutem. mos toje në të, do me thënë prej balte, duan në të temperaturën e lartë. Tani në këto. Pse ndikon edhe ena? Po, sepse do kohë që të marri temperaturë, po pastaj e mban temperaturën ajo. Kështu që Okej. atje duam temperaturën e lartë. Tani do merrem me Tani do të qoftet? merremi me qoftet. Shumë mirë. Heq këto të pastroj pak duart edhe vime një herë. Okej, pra përbërësit e tjerë që kanë mbetur në këtë këndin këtu ku janë pikërisht përbërësit e përgatitjes së recetës së parë, do të na duhen vetëm për qoftet. Kemi bukën gjithashtu të futur në ujë, kanë të në okej. Misht të grirë, kemi trumcën, kemi kripën sigurisht, qepën e gririmit, kemi salcën e domates. Kemi edhe erëzat e tjera Erzat, po, këtu. rigon edhe kështu, do me Piper të thënë zi. piper të zi. Nuk hedh gjëra të tjera, as hudhër, juve nëse doni mund t'i shtoni, por i kam sjellë në mënyrë më të thjeshtë. Ke bërë qofte pa hudhra? Po, i kam hedhur, nuk i kam Vetëm me hedhur qepë, okej. me qepën, si kam hedhur hudhër. Tani do të shtojmë. Juve mund të shtoni po doni, ja? Nuk është se unë mendova t'i sjell kështu. Mire bëre, në një mënyrë tjetër në fakt, sepse besoj ato qoftet tradicionale, ju dini t'i gatuani. Të cilën e kemi të grirë, qoftë në rende, qoftë në makinë grirëse. Domate, përsërit e kjo të grirë në rende ose makinë grirëse. Domati është ajo që do t'i bëj të veçanta qoftet dhe sigurisht do t'i bëj të buta. Okej. Do të shtojmë edhe uthull. Tani për masën këtu neve është mjaftueshëm. Një lugë gjelle pra. Do të shtojmë edhe krip. Rigon. Hidhni pak rigon se ajo i bën mirë. Po, duhet të Ai sa ndihet. duhet faktikisht, por jo ta teprojmë, po edhe Jo të humbas, edhe jo të jetë me ndjeshme. thënë të ndihet edhe rigoni. Tani këtu kam trumës, nëse doni, sepse një anvis më kishte pyetur do me thënë Katerina se çfarë është trumza. Trumza hyn në familjen e rigonit, por është pak më lehtë në shije nga rigoni. E kemi trumës në gjendje të thatë, e kemi trumës edhe në si thua kur është e freskët. Në të dyja mënyra përdoret, por kur është e freskët sigurisht që është do me thënë masa është më e madhe. Kur është e thatë gjithmonë erzat e kanë këtë veti. Kur janë të njoma, duan më tepër, dy fishin. Kur janë të thata, duan më pak hedhje, do me thënë brenda. Por është shumë e mirë, ka një aromë të mirë, më të lehtë se puna e rigonit, edhe si thuash të jep një ndjesi tjetër, më të lehtë, një lloj tjetër shije, që kështu që të dyja bashkë kombinojnë mjaft mirë. Okej. E hodhën dhe këtë. Që në ndjesi, Anila, tani që po unë e thërmoj, ajo e sjell atë aromën. Pak larg dhe nuk po e ndjeja. Po, vërtet që ngjason pak me rigonin, por ka një tjetër vërtet freski, vjen një shije më I hedhim dhe pak vaj këtu brenda. Vaj lule dielli, vaj ngold nga kompania Teuta, e përdorim në të gjitha gatimet që ne kemi, si për skuqje, si për përgatitje të tjera që duan në vajin brenda, dhe me qënë se jemi tek Teuta, unë do doja t'ju thoja se edhe hikrën që do të përdorim sot në përgatitjen e një supe, do t'ju sugjeroja ta zgjidhnit në logon e kompanisë Teuta për të marrë kështu cilësinë më të mirë të këtij drithi që ka vlera të padiskutueshme në shëndet. Katerina i përmendi, unë do doja që ta vendosnim pak tek
theksin pikërisht këtu tek rëndësia që kanë driterat në konsumimin në mënyrë të veçantë të personave që kanë nevojë për një dietë ushqimore, siç janë diabetikët apo ata që kanë probleme me kolesterolin. Është një burim i shëndetshëm i proteinave dhe karbohidrateve, ndaj duhet të mësojmë ta kemi pjesë të dietës sonë ushqimore. Sot do t'ja usjellim nëpërmjet një supe, po mund ta përdorni pa diskutim edhe në shumë receta të tjera. Mjafton të kërkoni pak në internet apo në faqen zyrtare të TUT-s, sepse edhe aty gjeni sugjerime të këndshme nga shefat e kuzhinës, jo vetëm për hikrën, por edhe për shumë përbërës të tjerë, të cilët janë pjesë e tryezave tona, e gatimeve tona nën logon e kompanisë TUT. Dhe meqense jemi tek bashkëpunëtorët tanë, unë nuk do lija dot pa përmendur edhe falenderuar dhe të tjerët të cilët na suportojnë në gatimet tona, siç është kompania Atlas me mielin Ola. Na kishte ardhur furnizimi sot ka atje 5 shumë lloj miellash na kishin ardhur, të cilat do t'i përdorim në gatimet tona, që nga mielli që ne konsumojmë më shpesh, këtu duhet thënë, mielli i parë në ekran, mielli për çdo përdorim, por edhe gjithë të tjerët janë realisht super cilësor dhe na ndihmojnë pa diskutim në rezultatin e shkëlqyer të recetave që ne gatuajmë live në këto studio. Meqense jemi tek qoftet, shumë prej jush i përdorin i gatuajnë edhe me vezë, unë jam një ndër to dhe sigurisht që veza O Vital duhet jetë pjesë e frigoriferit tuaj, janë vezët e jetës dhe do doja të kujtoja pak që kemi dhe pashkët javën tjetër dhe me siguri veza do të jetë në qendër të familjes e të tryezës, kështu që zgjidhni vezën O Vital për t'i dhënë shije dhe siguri familjes suaj. Dhe pastaj, meqense është ende mëngjes, ndoshta as keni menduar çfarë të konsumoni shpejt e shpejt para se të dilni nga shtëpia, përtej asaj vezës që na shpëton gjithmonë, salcicet Woody janë të shijshme në çdo orë të ditës, janë pjesë e frigoriferit ton dhe janë super të sigurta dhe shumë të preferuara nga e gjithë familja. Dhe qoftet tona po bëhen gati, kështu që tani koha përsëri te Katerina për të na thënë sepse po i bën kaq të mëdha. Po, sepse kështu bëhen, si biftek, si romstek që thonim dikur neve, diçka e tillë, por i themi qofte faktikisht. Edhe duhet të jenë të mëdha. Këto tani duhet të qëndrojnë në frigorifer, të piksen themi ne. Prandaj bëhen me këto lëngje që të jenë të buta. Ne do t'i pjekim edhe qoftet, Po, jo, do i pjekim, do i vendosim, pasi të nxjerrim patatet, do vëmë këto. Okej. Kështu që nuk do të jemi në merak nëse do të na prishet forma, sepse do të kalojnë në furrë, se ndonjëherë tigani do një çik më shumë kujdes ose i kalojnë në miell kur të vendosim në tigan që mos të prishet forma, por tani në momentin që do t'i vendosim në furrë, ato do mpiksen, do vendosim mbi patate dhe prandaj bëjmë kështu me pak lëngje që të na ngelen të buta. E kuptoj. Të kenë lëngje në brendësi. Domatja, qepa dhe këto erëzat që neve përdorëm, i japin shumë shije dhe na i mbajnë të buta. Pra, me sasin e përbërësve që kishim në recetë, kemi gatuar në këtu për të parë? Kam hedhur pak më pak. Më pak, pra, okej, ne nga ka ndalë këtu 5 qofte, po nëse ju do të respektoni gramaturat e përbërësve që prezentuam para pak minutash në ekran, do të keni një sasi më të madhe. Sigurisht që këto i dini vetë, varet për sa persona jeni duke gatuar, thjesht për të parë se sa dalin në total. Pra, në këtë rast kemi 5 qofte goxha të mëdha, që do thot 1 për person, se ka ti është kujdesur që ti bëj kështu bufalaqe. E ndërkohë, ne do t'i lëmë për momentin, derisa patatet të marrin. Edhe anvisat duhet t'i vendosin, do me thënë një membran kuzhinë, edhe t'i vendosin në kuzhinë, në frigorifer, më falni se u bëm. Jo, s'ka gjë, na e theti të saktën para pak, kështu që gëshërët nuk janë. Ndërkohë që, siç themi shpesh për qoftet, mund t'i bëjmë edhe në darkë, sa më gjatë të rrinë në frigorifer aq më mirë është, dhe të nesërmen merremi vetëm me patatet edhe me vendosin e qofteve. Lëm tani për momentin në frigorifer. Okej. Edhe besoj do të kalojmë në përgatitjen e recetës së dytë, se cila nga të dyja do të jetë, do të na e thot Katerina. Kemi një supë me hikër për të bërë dhe pitet. Atë do vendosim. Do bëjmë supën? Supën. Bëjmë supën fillimisht, edhe pastaj do me thënë do fillojmë me I marrim andej apo fillojmë andej? Si të duash ti? S'ka gjë, fillojmë andej. Si do t'ja afroj unë nëse kemë mbar krahun andej? Okej, në rregull. Thuaj çfarë do, edhe ndihmës kuzhinierja është gati. S'ka problem, faleminderit tani, po e fillojmë supën andej që të bëjmë pitë. E dija që do më kundërshtoje. Pitën ose picë, siç e tham në fillim fare. Ta ndjes këtë apo jo? Po. Të dyja? Të dyja, që ta kemi dhe ujin e nxehtë. Okej, janë ku i bëm gati. Përse vajnë të lutem, edhe jemi në rregull, faleminderit. Atëherë, kujtojmë edhe një herë çfarë na duhet për këtë supën? Mishin që unë e kam kavërdis fillimisht,
për të arritur kohën se menduam, domethënë që të vinim shpejt në këtë. Pra, ka vërdiset mishin, duke hedhur vaj dhe duke shtuar edhe gjarpë. Fillimisht e kam lënë, domethënë të mpihet ujë, me lëngje domethënë e tij, dhe tani është momenti që të shtojmë edhe gjarpë. Mishin e kemi të prerë në copëza të vogla. Marri pak temperaturë tani. Dhe këtu kemi patate dhe karotat, të cilat tani më mbrapa i heqim, domethënë. Të cilat janë prerë në kubik të vegjël, meqense do të kemi një supë dhe duhem prerë pak Të vogla, domethënë sepse edhe këto, si thua, edhe mishin e kam prerë në kubik të vegjël, mund të përdorin në mish, mund të përdorim lëng mishi dhe të kenë vetëm perimet pa patur copëzat e mishit brenda. Mund ta bëjnë fare pa mish, domethënë veç se me perimet duke filluar ka vërdisur qepën, karotën, pataten, mund të shtojë ndonjë kungull brenda, ndonjë finokjo brenda, domethënë për t'i dhënë një tjetër arome dhe shije, dhe përgatitur një supë. Ka vërdisin këto dhe më mbrapa shtojmë lëngun e mishit ose dhe të perimeve pa mish fare dhe në fund, pasi të na janë bërë gati këto, domethënë ka marrë një 2 varë, do të shtojmë dhe hikrën. Hikra do rreth 20 minuta për të bërë gati, kështu që edhe perime, domethënë kur janë në masa të vogla, ka që duan atë kohën e zgjathjes, prandaj sa merr varë shtohet edhe hikra brenda. Okej, shumë mirë. Për të gatuar të dyja në të njëjtën në kohë. Gjalpi, kombinimi i gjalpit edhe i vajt është një kombinim i mirë, domethënë për të përgatitur supra, dhe ç'është e vërteta, çdo lloj supe që mund të përgatisim është mirë që të bëhet kombinimi i gjalpi dhe vaj. Ose dhe vetëm gjalp, por gjalpi dhe vaj është kombinimi më i mirë për të përgatitur suprat. Tani këtu do të shtojmë edhe qepën. Një qep të grirë hollë. Do të shtoj piper edhe të lutem manila, aty kam edhe kripën. Po, e kemi këtej në krahun tjetër. Të shtojmë dhe ndonjë gjethe dafin. Edhe krip. Tani një kavërdisje, domethënë një zbutje të lehtë, sepse nuk është gjellë, është supë, supa nuk do kavërdisje, thjesht një zbutje. Se mishi do zihej. Hedhim edhe perimet. I zbusim dhe ato pak me gjalpin dhe me vajin që kemi hedhur dhe më mbrapa direkt të shtojmë këtu ujin dhe do ta lëm që të marrë një 2 varë dhe më mbrapa të shtojmë hikrën. Okej. Është shumë e thjeshtë për të përgatitur kjo supë. Shumë e thjeshtë që ka. Tani varet nga lloji i mishit, nëse mishi domethënë është, gjithmonë e them këtë, domethënë duhet të dim për se sa shpejt zihet mishi. Nëse mishin e kemi domethënë është i madh në mohosh, domethënë se kjo është ajo ndryshimi, duhet ta vëmë të zihej mishi më përpara, pastaj të shtojmë perimet, sepse perimet dihet që nuk duan kohë zgjatje. Prandaj dhe unë i kisha vënë mishin pak më përpara, domethënë që të më zihej me ato lëngjet e veta dhe nuk kisha përdorur fare yndyrë, thjesht pak ujë dhe ai u gjysëm zihe me lëngjet e veta. Ujin tani këtu e kemi të nxehtë, edhe hedhim dhe ujin. Duhet mbuluar mirë me ujë. Po patjetër, se është supë kjo tani më, nuk është një lëm që të zihej. Do marrë një 2 varë dhe do shtojmë më mbrapa hikrën. Në fund fare pasaj, majdanozë, selino, finokjo, çfarë mund t'ju ndodhet juve në shtëpi. Edhe me gjethe dafine, është sërish një gatim shumë i mirë dhe i shishëm. Sa shpejt u bë, në shumë pak minuta kemi gati një supë dhe tani të dyja recetat që vun përpara duan kohën e vet për tu. Kështu që ne merremi me piten. Do merremi me piten patjetër. S'po të lë fare të pushosh, Kati, po mund të bëj dhe unë një gjë. Shiko, tani ja të marrë këtë unë që të përgatisim pite. Shojmë pak në ekran recetën e piteve. Me qënë se duan pak përbërës dhe mund të jeni ideale edhe për mëngjes, nëse ende se keni konsumuar mëngjesin, mund të përgatisni pite me djathë në tigan, pra 5 minuta ju duhet për t'i bërë. Këto janë përbërësit që ju duhan, pra kemi mielin dhe qumshin, vez, plur pjekës, djathë, pice dhe vaj. Beso janë përbërës që gjënden në shtëpi, kështu që të gjoni pak Katerinën se çfarë do të ju sugjeroj, edhe pse jo, shikoni çfarë keni në shtëpi dhe bëjni edhe ju për të shijuar, sepse bëhen shumë shpejt, janë në tigan, nuk të duan skuqe, 5 minuta kohë për bërës që janë pjesë e familjeve tona. Dhe pitet le të jenë aty edhe gjatë ditës kur ju merr uria, gjithmonë shijojnë. Të afrojmë këto këtu. Ti afrojmë. Që fillimisht filloj me një vezë.
Një vezë në duhet? Një vezë. Okej. Për masën që unë kam tani, një vezë do të më duhet. Veç se anilat lutin, Po, çfarë do e të? kemi të ndezur këta. E shoh që është e ndezur. Herë? Mielli, Kati, gëshërët nuk i gjetëm, ne, a? nuk i gjetë? Ja, e që në kanë këtu poshtë. Se atë vëndi duhet të jenë, si ka mundësi që s'kanë qënë. Na duhen edhe... Ke marrë mielin për pizza vetë? E ka marrë këtë mielin, mund të bëhet me të gjitha llojet e mielit, domethënë edhe me mielin për çdo lloj përdorimi, domethënë, sepse ajo është Po me qënë se për të kemi gjitha. pite, Me edhe qënë se mielin kemi pite, pizza. mendova që ta bëjmë me këtë mielin e pizzave. Unë do t'i hedh me sy, do shikoni domethënë që të bëhet një brum pak më i plot se i petullave, një brum i tillë do bëhet. Këtu Ja, kam e edhe shohim. një luk baking powder, mund ta bëjnë akoma edhe me mielin që nuk domethënë që fryhet vet. Aha, Që që rrit nuk do. vëllimin vet. Po, okay. Kështu që mund ta bëjnë dhe me atë. E përzijem fillimisht vezën. Do të hedhim miell. Tani gjysmë filxhani. Tani do ta shikoj këtu se si. Do të hedhim baking powder. Të duhet kripa? Po, edhe krip. Ta kripën e kam kujdes vetë, e kaloj sa ndej këtej. Pak krip si kemi djath. Nëse djathin e di që kemi po, të e kripën, vërtet, nuk ka kemi djathin e shumë pizzave. nevojë për shumë krip. Atë ka lënë këtu njerë se të duket. Edhe e përzijem, do me thënë. Vezën, mielin, baking powder dhe do shtojmë qumshtin sa ajo që të na bëhet Qumshi në temperaturë ambienti? në temperaturë ambienti. Qumësht Jo i djathtë ngrohtë, do shtojmë, domethënë. jo. Të hedh edhe pakës këtu që të më bëjë, do me thënë se kam tiganin të madhun. Qumësht, fillimisht, pastaj djathin. Okej. Edhe pak. Okej. Se po bëhen kaq pak brum? E për një fund, do me thënë, Një pite po bësh? pite do bëj tani unë, nuk është prandaj. një pite? Po kjo është për një, si thua, për një përdorim. Kupton? Kjo mas. Për 7 përdorim. Për shembull. E bëra thash për Ku një. ta çojmë në një pita? S'ka gjë, të bëjmë prapë më mbrapa neve. Unë do bëj sa për masën që kam këtu te tigani. Edhe Mirë, Kati, mirë. kështu që kemi Rregull. Supa po vlon. ajo do hedhim hikrën. Mirë, mersi. Po vlon, do hedhim hikrën direkt. Shikon, para se Ja, të vi sa momenti të- hikërës, ata shojmë një të çik si hedhim është edhe në këtë brenda, djathin. se e di që Hedhim një sasi djathi këtu brenda. Tani heqim këtë toni edhe pjesën të e shikoni. pra vajin të lutem më Si ja u duhet tregova vaj. një vajan. Anila. Ja, kjo është hikra nga brenda. Që, kuptohet? Okej. Të lezetshme është. Ja, ky është brumi që duhet. Ka një brum i tillë. Dhe fillimisht duhet të hedhim vaj. Po, kalem vajnë. Do me thënë të hedhim për fundin e kaq. Duhet më tepër. Të marri pak temperaturë, do të hedhim brumin e përgatitur, do ta mbulojmë me kapak, pastaj do ta kthejmë nga ana tjetër. Do ta tregojmë tani në moment se si bëhet. Ashtu siç tham 5 minuta, 5 minuta do doj. Nuk do shumë kohë. Do të thënë ky brumi është as i fortë dhe as pak më i trash se brumi petullave, kështu? Po. Okej. Pak më i plot se i petullave, do me thënë një brum i tillë. S'ka marrë, nuk besoj se ka marrë temperatura, apo s'të duhet e nxehtë. Kjo është shumë e ullët, prandaj. Prandaj Thash le pse më nuk mirë po të merr. bëhet se- Mirë, sa të marri temperaturë pra, palim këtej. Se besoj duhet jetë i nxehtë. Hikrën e hapa unë, po. Po, faleminderit. Të lutem. Tani ta shpëlojmë çik këtë se
Pra, supa mori një val. Në momentin që fillon të vloj, mishi me patatet, me karotat edhe me qepën, gati 5 minuta është momenti që të shtojmë Të hikrën. edhe në gjysmën e sasisë. Shton kjo gati? Shton. Të t'jeme sinqert, nuk e kam Jo, shton. Shton dhe është shumë e mirë, është ngjason si gruri. Po. Gjeston në fakt edhe në kokë. Lëm edhe një. E ka të shihen. Patatet do t'i shohim apo? Do t'i heqim tani se do vëmë ato. Qoftet si për. Qoftet. Veç se t'ullim pak temperaturën se kemi Ka marrë shumë val, pa. Ashtu. Okej. Kjo do 20 minuta tani të zijej. Do 20 minuta. Ne nuk i kemi 20 minuta kohë, por do shohim deri Mirë, ne do ta shikojmë në 10 minuta, 15 minuta. Më thënë para përfundimit, do t'i shtojmë edhe majdanos. Okej. Dhe e lëm këtu më mirë në fakt tani. Fikim atë. Apo? Po, tenxhere me vatër të vogël është ajo, kështu që mund ta përdorësh. Që bëre? Asi që të pastrojnë që këto vëndet këtu se nuk e... Dhe, qarë bërë, më duke sigur në vënd të ullja E kete? Po. Edhe këtu ta fikim. Se kam shumë... Okej, te 4. Duhet në temperaturë të ullët? S'ka që ka të në regull është. Mirë e ka. Në rregull, vajtë, përfundoj ajo. I kthehemi pites. I kthehemi pites, besoj se ka marrë atë temperaturën e duhur. Të lutem Anila? Po, ti çelë lavaman? Tani do ta lëm kështu me kapak, të bëhet, do me thënë, pjesa e sipërme, e poshtme, mirë them, pastaj do ta kthejmë, do hedhim djath dhe do ta mblojmë përsëri me kapak, nëse duam mund të shtojmë ndonjë domate aty këtu, edhe bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Do ta shikojmë, do ta lëm. Ke që nga të masi pizza në tigan, do me thënë. Se ajo do bëhet e butë kam për shtypjen brenda. Po. Okej, mirë. Bëhet e mirë, do me thënë është një pite e shpejt për fëmijë, do me thënë për të kaluar, do me thënë s'ke në gjë që të japësh, një pite e tillë është shumë e mirë për fëmijë. Po. Është e shpejtë Për vete, për me vete në shkollë, për të mos bler gjëra në për dyqane jashtë. Në gjithmonë gatimet e shtëpisë kemi thënë që janë më të sigurtat për të gjithë, po edhe për vete kur ikim në punë, nëse nuk kemi mundësi të na zaj vakti i drekës në shtëpi, më mirë gatuajmë diçka shpejt me duart tona edhe dolën patatet. Ja, të heqim këto tani. Okej. Tani e hedhim letrën. Do me thënë, ato janë zbutur. Ajo pjekja nga sipër do të kryhet bashkë me qoftet. Me qoftet. Aha, e qartë. Aromën e kanë shumë të mirë. Ndihet edhe aroma e trumzës. Dhe tani e kuptova që shkon ka vërtet shumë të mirë ka. Tani. Qoftet është ajo që thash në fillim fare të laj pak duart unë dhe ti marrë t'i vendosë lartë. Duam që të jenë pak të buta. Okej. Edhe në momentin që i marrim, i punojmë prapë. I japim prapë një formë. Dhe në momentin që ato vendosen brenda në furrë, mpiksen dhe ruajnë atë formën. Kështu që ja. Një punim tjetër, por nëse juve do t'i lani më tepër në frigorifer. Do vëmë edhe një anësh. Vëmë dhe një atje dhe një do vëmë kështu. E dua mos të jenë të forta. Një do vëmë një këtu. Edhe një këtu. Edhe për një kemi vënd. E kishe me dyshim këtë tavën, në fakt që ishte pak e vogël.
Ato në momentin tani që do vendose në furrë, me njerë do krijojnë, do me thënë atë koren sipërfaqësore, do piken, do mblidhen. Por brenda do ngelen shumë të buta. Mos ta kenë merak. Tani mos na digjet kjo? Shifejnë sikur, jo, nuk vëse se është djegur, po... Po të lëm atje një qikë pushoj, të më përfundon të vendosim këtë në furrë. Tani këtu kemi mbajtur këtë mustardën. Edhe kjo jep shumë shije tani qofteve. Është, jo vetëm mustardë, është edhe lëngu limoni, do me thënë kjo përzierja që mbajtëm neve. Po. Me të cilat kemi marinuar edhe patatet, pra nëse ju s'na keni parë nga fillimi, është një masë e përgatitur e cila shërbeu për të marinuar edhe patatet përpara se të vendosesh në furrë. Tani është gati për të vendosur në furrë. Kështu te kombinimi i shijes do të kaloj tek të dyja gatimet që u bën veçmas, të cilat sapo u bashkuan në furrë është nxehtë ajo, dhe tani do të qëndrojnë edhe në shtëpi, pra do t'i lëm, besoj, tani duan një 30 minutë, ka që duan. Ne nuk do t'i lëm aq, por ju në shtëpi. Patjetër, por duhet t'ju them anvisave, mos shikoni që janë të buta, në momentin që vendosen në furrë, ato mpiksen. Mpiksen edhe bëhen të buta në brendësi, edhe krijojnë atë koren sipërfaqësore, edhe bëhen shumë të shijshme. Këtë doja të thoshe që mos të friksoheni nëse i shikoni që janë të buta, në momentin që ashtu i punoni prapë dhe vendosni lart. Sa futen në furrë ato marrin formën e duhur. Nëse i bëjt të forta, të mpiksura, ato sigurisht që nuk bëhen të thata në brendësi, prandaj domatja dhe qepa... Pra nuk i duam të jenë si qofte tigani, si qofte të skuqura, duhet jenë ashtu të shkrifta, shumë të buta në brendësi. Atëherë, në momentin që do të kthejmë pitën, do të kalojmë edhe një herë tek recetat, por... Sa mos na u doj që kam hallën. Po u doj do bëjmë tjetër. Në 5 minuta bëj. Do e bëjmë një tjetër. Hajde shohim pak recetat. I shohim dhe njerë të treja radhazi, njëra pas tjetrës. Qofte të buta me patate, gatimi përfundoi, duhet thjesht të presim kohën e pjekjes. Këto janë përbërësit që janë dashur një... Ska gjësen supë, do me thënë nuk... Shikon, kjo recetat është 1 kilogram mish i bie? Apo Shiko, është 1 kilogram mish anila, prandaj mund t'i bëjmë qofte t'i kemi dhe t'i vendosim dhe në ngrirje dhe t'i mirë. Mirë sa të doni. 2 shep, 2 tomate. 8 persona. Qartë. Është një përse, prandaj tash... Po korrigjoja recetën ka ti, se është gram. 2 feta buk, 1 lug uthull, 2 lug vaj, 1 lug rigon, krip piper, 1 kilogram patate, 1 lug mustardë, 1 lug rigon, 1 limon, krip piper dhe ujë. Receta tjetër është pite me djathë në tigan. Nëse jeni kurios ta dini, nuk na është djegur pitje, dhe shikoni pas pak, gjys filxhani me miell, gjys qumësh, 1 vezë, 1 lug pluhur pjekës, 200 gram djathë pice dhe 4 lug vaj. Edhe supa me hikra, me qenë se jemi duke lexuar të gjitha recetat, e rikthejmë edhe një herë në ekran përbërësit që na duhen: 500 gram mish, gjys filxhan hikër, 1 qep, 1 karrot, 1 patate, 1 gjethe dafine, 1 deg selinoz e majdanos, vaj, krip piper. Tani shohim pak atë pitën që po kthenim nga tigani. Pak në rëmbeu neve, por është normal, do me thonë është e mirë si pite. Tani do të hedhim djathin, pjesën tjetër të djathit. Nëse doni, ju thash që mund të shtoni dhe ndonjë domate, i shkon, do me thënë të hedhë, ndonjë domate. Në do bëhet si një picë e lezetshme, kështu e fryrë e but. Kaq tani do mbulohet ajo, sa të shkri djathi. Që ta bëjmë kështu. Flokët. Që po bëmë, po kryon tani djetë? Mendova për prape, e anullova, e bëjmë kështu thjesht. Ta bëjmë thjesht më mirë. Ja kështu. Ta hedhim dhe këtë djathin tjetër. Okej, i vendosim edhe njerë tiganin dhe e lëm që të piqet edhe në fundi. Pjesa tjetër, por e vendosim këtë që të shkri djathi në temperaturë dhe këtu tani e ulim, jo e ula shumë. Se nga që u trëmbëm që na u dojq,
E ullëm Nuk u që... dojt, u poq. U poq. Në rregull, atëre. Tani, Unë 5 pastrojmë minuta kohë. tryezën. Shumë mirë, i kemi tamam kohën që të pastrojmë tryezën, të hedhim gjellën. Tani do t'i shërbejmë ato që janë bërë për të shërbyer. Pike do mbaroj, se thjesht skuqet pak nga poshtë edhe të shkruja i djathi ka mbetur. Qoftet nuk do jenë bërë në 5 minuta, por ne do t'i shohim ai sa janë bërë për të krijuar një ide si do duket ajo tava në përfundim të saj. Dhe meqense jemi këtu tek këto recetat që shpesh na mbeten të parapërfunduara sepse duan më shumë kohë se sa ne kemi në studio, po ju kujtoj pak se ku duhet të klikoni pak më vonë. Shkoni në Balkan Web, aty do të keni edhe recetat e ditës së sotme, do të keni videon e cila shoqëron prezantimin e recetave dhe ato shpjegimet e nevojshme që Katerina bën. Do të keni gjithashtu edhe një foto ilustruese e cila tregon se si përfundon ai gatimi që ne shpesh e nxjerrim nga fura ende të pabër. Dhe pastaj dy kanalet tona zyrtare në YouTube, News 24 dhe Villa 24, janë gjithmonë aty për gjithçka. Në News 24 ju e dini që gjeni që nga informacionet më të fundit, edicionet informative, të gjitha formatet televizive që shfaqen në 24 orë në transmetim të drejtë për drejtë. Gjithashtu, nëse doni vetëm videon ton pastaj në YouTube, në kanalin zyrtar Villa 24, gjeni mua Katerinën, të ftuarit, inserte dhe gjithçka që ndodh në 5 ditë të javës live në këtë studio. Dhe tani shkojmë te supa me hikër. Te supa hikër që thamë në fund fare do të shtojmë edhe majdanozin. Ne ta marrim të grim çik majdanoz edhe t'ja hedhim brenda. Dhe tjetra Anila, dhe ta përzijmë herë dhe një garuzhde do të na duhet. Okej. Na duhet një garuzhde. Mos mendojmë tani që të jetë të shumë e ashtu. Kemi këtu. Dhe supa Ati nuk kemi shumë kohë, më thonë që duhet ta mbyllim për maksimumi 1 minutë. 1 minutë. 1 minutë, po. Pas ka gjë, ne jemi në rregull. Majdanoze. Kemi hallin e asaj tani se mos na ta shoh këtë picën. U bë kjo. U bë, u shkri, aq sa të shkrihet të djathi, aq duhet. Prit tani, do tentoj ta hequn, mos e prish. Edhe supa. Tani kjo konsumohet edhe me limon. Ato duan tiganët që janë enkas për tiganët e picave. Mban mend ato mirë them që janë kështu të holla, i ndihmon më shumë. Aha, ky djathi që shkrin kështu shumë mirë. Bravo Marani Lasami që bëre. Ua, zemër, kjo bëhet si picë thashon. Po thashëm. Po jo picë në tigan, fantastike është bërë. Edhe ku i kemi dorezën që supa me hikër. Ja ku e kemi. Supa është shumë e mirë dhe e shëndetshme mbi të gjitha. Tani ne po e nxjerrim dhe tavën, thjesht për ta parë ju. Por do duhet ta kthejmë prap në furr. Por ka filluar të mpikse, siç Kati tha, ka filluar të marrë atë ngjyrën nga sipër. Sigurisht që do të bëhet akoma më e shishme dhe akoma më e bukur kur të mbarojë gjithë pjekja. Kati, ikim. Po, ku do jemi? Dalim. Hajde, dajmi me zonjat. Ditim dhe t'ju urojmë anvisave një ditë të bukur. Ti përgatisin dhe këto në familjet e tyre se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Provoni qoftë kështu si unë i bëra sot se do t'ju pëlqejnë jashtëzakonisht shumë juve dhe pjesëtarëve të familjes. Mos i shikoni, janë qofte të mëdha, të shishme, të buta që bëhen shumë të mira edhe pa dyshim që kanë shije të veçantë. Të lumshin duart. Faleminderit Katerina, faleminderit shumë. Këtu limon edhe vaj po ulliri nëse duan. Patjetër limon edhe vaj. Faleminderit për gjithë shijen që na sjell çdo ditë. Ndahemi nga këndi i gatimit, shkojmë në publicitet.